Nga udhëtimet që kam bërë dhe njerëzit që kam takuar, nuk është se ka ndryshuar diçka tek unë, por mua më kanë mbajtur me këmbë në tokë. Sepse jeton në një kohë që njerëzit, moshat e reja ose moshat e mesme, e kanë humbur realitetin. Kujtojnë se jeta është luksi, është moda, është një makinë e shtrenjtë, ku di unë, të shkosh në një lokal që të shesësh mund, që kanë shku gjithë, do shkosh dhe ti që ta bësh. Që është trendi i radhës. Trendi i radhës. Dhe mua më kanë mbajtur me këmbë në tokë sepse këta njerëz neve na kujtojnë gjithmonë familjet tona. Pra në zonat e thella ku shkoj unë, akoma është tradita e fortë familjare, është respekti për më të madhin, është kur hyn në derë, miku besoj ngrihen këmbë. Eksakt. Është edhe respekti i fëmijëve ndaj prindërve, është mundi, për shumë këtë radhën pata vajzat qikat e Tropojës në Begaj, vajzat e reja nga 20 vjeç që gatuanin, ndihmonin familjen, lanin, pastronin. Sot një vajzë 20 vjeçare në për qytetet e ke në TikTok, e ke çfarë buskuqi, ku diun çfarë botoksi të bëj. Pra, këta njerëz të mbajnë në realitet, se kjo është jeta në fund, nuk është jeta vetëm duke. Normale. Ky podcast është prodhim i Onovos.